Shok për fansat, Olta dhe Kiara flasin për herë të parë live pas Big Brother VIP. Një moment i papritur, por i ngrohtë, ka ndodhur në emisionin Goca dhe Gra, ku Kiara Tito ka komunikuar live me Olta Gixharin, duke i befasuar të gjithë ata që kujtonin se lufta e ftohtë mes dy ish-banorëve të Big Brother VIP Albania vazhdonte ende. Olta u përfshi në emision përmes një telefonate direkte. Dhe sapo dëgjoi zërin e Kiarës, reagimi i saj ishte krejt ndryshe nga ç'pritej. Gëzohem që po flasim bashk, edhe pse kaq larg. Po kaloj një periudhë të pakëndshme, por mirë jam, u shpreh ajo me sinqeritet, duke treguar një anë të ndjeshme dhe të hapur për dialog. Kiara, nga ana tjetër, u tregua shumë e kujdesshme dhe empative, duke pyetur për gjendjen shëndetësore, pasi një ditë më parë ishte bërë publik një problem me syrin që po kalonte Olta. Por momenti që i shkriu të gjithë, ishte përshëndetja plot humor nga Olta. Kiara, të përqafoj fort dhe ma puth Lunen. Me që je, ma puth edhe Luizin, tha ajo me buzëqeshje, duke shkaktuar të qeshura në studio. Kiara reagoi me të njëjtën energji pozitive dhe të qeshura, duke treguar se tensionet e së shkuarës i përkasin së kaluarës. Pas këtij momenti, rrjetet sociale shpërthyen me komente pozitive, duke cilësuar këtë bisedë si pajtimin që askush se priste, por që shumë njerëz e mirëpritën.